Sot partia Mendimi Djathtë Liberal dhe në pozicionin e kryetarit të partisë Mendimi Djathtë Liberal dalë në konferencë për shtyp para mediave lokale për të denoncuar aktin e Mugabes, një terroristi dhe një kriminali i cili bllokon tan qytetin e Shkodrës duke hyrë për rastet e festa e BE-s, për stadiumin, për spitalin, për marrubin e tjerë, bllokon lëvizjet e qytetarëve dhe krijon një terror në qytetin e Shkodrës. Nuk mundet asnjë qytetar me lëviz i lirë kur vjen Mugaba në Shkodër. Mugaba e kuptoni se është kryeminist Edi Rama. Po turp të kenë pushteti lokal, të zgjedhët e pushtetit lokal, të cilët i lanë këto hapësira këtij njeriu që e lejojnë me hyrë në Shkodër në këtë mënyrë demonstrative për të bërë presion qytetarëve të Shkodrës që unë jam i fuqishëm dhe me votoni mua sepse unë krijoj edhe terror dhe po s'jet me mua s'është askush. Pra këtu është motivi i tij. Por këto njerëz janë zgjellë nga pushteti lokal, duhet t'ia bëjnë me dije këtij zotëri, në qoftë se ke frikë për të paraqitur në qytetin e Shkodrës, mos hajde mos zotni. Qyteti i Shkodrës është i shkodranëve. Rrugët e Shkodrës janë të shkodranëve. Ti hajde në Shkodër se nuk të lot njeri as të prek njeri. Pra është i vetmi kryeministër që a e bën me dashje, a e bën pa dashje. Televizionin e tij bllokohet prej xhabie në Rus, rromullak qyteti. Nuk ka lëvizje si me kalu Samiramida Babilonis. Edhe ky njeri këtë e bën thjesht për të krijuar terror qytetarëve të Shkodrës. Por faji nuk është tek ai. Faji është tek pushtetarët, tek vendorët, të cilët e kanë në administrim qytetin e tyre, rrugët e tyre, rrugicat e tyre, që nuk mund t'ja bllokojë një kryeministër askush në botë. Dhe me këtë rast, i drejtohem dhe kryetares bashkisë, të cilën e kam shumë mike, që t'ja bajnë me dije këtij kryeministri, që po të dush marrë në Shkodër, hajde zotëri, se s'vert askush, por rrugët e qytetit tim mos i blloko, se përndryshe do të ketë protesta dhe do të çohen gardhiçet që ai vën. Dhe duke u çaj gardhiçet që ai vën, do të ketë edhe rrëmuj. Te punë mos na bajnë marrë në Shkodër kë kryeministër. Në qoftë se ky njeri do ta bajnë një veprim të tillë ardhi atij. Jeni dëshmitar të qeni gjitha mediat lokale. Unë do të marr trup prej 1000 vetëve. Partisë time pa askën dhe do t'ja çaj gardhiçet atij. Tana gardhiçet do t'ja çaj dhe do eci i lirë në qytetin tim, se s'ka burr kriminal me eci i lirë në qytetin tim. Edhe nuk ma ban as Mugaba, ky kryeministër, as një diktator. Pra unë do ta bëj këtë punë veç ta marr vesh datën sikur vjen ai, unë do organizoj që ta protestoj duke thyr gardhiçet e tija për me eci i lirë në qytetin tim. Ai s'mund të bllokojnë mamu.